Shtëpia e Beut në Gostivar, një nga monumentet më përfaqësuese të qytetit, është gati të mirëpres vizitorët pas një procesi të gjatë restaurimi. Përmes investimeve të mbështetura nga Ministria e Kulturës, ky objekti është nënshtruar disa fazave të punimeve, duke u kthyer në një pikë kyçe për turizmin dhe kulturën. Pikërisht ky ambient do të shërbesë një goçitie ekspozitës së 5 vjetore, e cila do të hapet të hënën më 20 prill, bëri të ditur Alian Ufati, konservues në qendrën për konservim në Gostivar. Ditën e hënë, më 20 prill do të kemi një ekspozitë të përvitshme, të cilën organizojmë këtë vit është viti 5 dhe këtë vit vendosëm me kolegiumin që këtë ekspozitë ta mbajmë në shtëpinë e Begut. Arsyeja është për shkak se Qendra për konservim do t'i njoftoj qytetarët se të gjithë objektet e trashëgimisë kulturore. Disa vite kemi mbajtur në Sat Kulla, kurse këtë vit erdhëm në shtëpinë e Begut për shkak se në këtë objekt Qendra për konservim me mbështetjen e Ministrisë Kulturës ka investuar shumë dhe janë bërë shumë faza. Kështu që ky objekt, siç e shihni edhe ju, më është në një rimëkëmbje të mirë dhe do të jetë, besojmë, se në të ardhmen edhe për vizitorët që mund të vinë të shohin. Ekspozita do të paraqesë mbi 50 fotografi ku përfshihen punimet e realizuara ndër vite, si dhe projektet më të fundit të vitit 2025. Ky aktivitet synon të ndërgjegjësojë opinionin e sidomos brezat e rinj për rëndësinë e ruajtjes së monumenteve. Do të kemi punimet të ekspozuara që kemi realizuar ndër vite dhe do të kemi punimet të cilat i kemi realizuar 2025. Domethënë qytetarët, nxënësit, profesorët dhe gjithë të interesuarit mund të vinë ta vizitojnë punën tonë ndër vite dhe punën e vitit 2025. Ne mes fotografisë, mes ekspozitës të përbashkët të cilët e kemi organizuar gjithë qendra për konservim, do të mundësojmë që të shohim punën tonë dhe të jenë më afër objekteve trashëgimisë kulturore. Mirë po, vlen të theksohet se ky projekt është më shumë për të sensibilizuar me objektet e trashëgimisë kulturore, për të mirëmbajtur jo vetëm ne si qendra për konservim, por edhe qytetarët duhet të kujdesen për objektet e trashëgimisë kulturore, kështu që çdo vit ne ja arrim qëllimin dhe numri i vizitorëve në objektet e trashëgimisë kulturore, sidomos nga nxënësit dhe profesorët, është shumë i lartë dhe kjo është suksesi jonë se me këtë projekt arritëm, domethënë, ti njoftojmë qytetarët në objektet të trashëgimisë kulturore. Përveç aktiviteteve promovuese, Qendra për konservim ka bërë të ditur edhe planet financiare. Me një buxhet prej 3.5 milion denarësh për këtë vit, parashihet vazhdimi i projekteve ekzistuese dhe nisja e punimeve të reja në fshatin Vërtok. Këtë vit ka 3.800.000 denar, janë disa projekte të cilat parashikohen të vazhdojnë, janë disa projekte të reja të cilat fillojnë në fshatin Vërtok, dhe për çdo projekt, domethënë, disa projekte janë vazhdimsi, kurse disa projekte janë projekte të reja. Qendra për konservim çdo vit e zgjendron mapën e saj të objekteve të trashëgimisë kulturore, mirë po vërejtja jonë si Qendër për konservim është se ne nga ana e Ministrisë Kulturës, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriut, duhet ta kemi edhe territorin më të madh. Domethënë ne si Qendër për konservim kërkojmë që në kuadër të Qendrës për konservim të jetë edhe komuna e Vrapçishtit dhe komuna e Mavrovës Drostushit, dhe atëherë do të mund të kemi një territor më të madh, jo vetëm në komunën e Gostivarit. Gjithashtu, drejtuesit e qendrës kanë kërkuar zgjerimin e kompetencave të tyre edhe në komunat e Vrapçishtit dhe Mavrovës Drostushës, me qëllim që të mbulohet një territor më i gjerë dhe të sigurohet mbrojtja e monumenteve si Kisha e Shëndij Mitrit apo Shtëpia e Çakos.